Parambajtjes së mbledhjes së kuvendit të partisë, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjardin Sela njoftoi se do të diskutohet për rezultatet e zgjedhjeve lokale, si dhe për mbajtjen e kongresit të partisë. Shfrytëzoj rastin fillimisht ju uroj gëzuar vitin që vjen, vitin e ri, dhe t'ju uroj gjithë qytetarëve që të kenë paqë, reati, begati, situatë më të mirë politike, me shpresën që ky vit do na gjej më afër përcaktimeve që duhet t'i vazhdojmë dhe që kanë ngecur në një farë mënyre, sa më afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Si dhe që tjetë, Kuvendi Qendror është thirrur edhe me idenë e raportit në lidhje me zgjedhjet lokale, që çdo parti politike serioze dhe duhet të bëjë një raport pas asaj që ndodhi pas zgjedhjeve lokale. Por, nga ana tjetër, ky kuvend ka të bëjë më tepër edhe me faktin që Aleanca për Shqiptarët në vitin 2026 hyn në vitin e kongresit të rregullt të saj, dhe ky kuvend duhet marrë vendim për shpalljen e kongresit, që sipas gjithë gjasave, duke pas parasysh që duhen lënë afat që edhe të antarësohen antarë të ri, edhe të ketë prurje të reja, dhe sipas gjithë gjasave vendimi do të jetë që është objekt që i takon Kuvendit Qendror, do të jetë diku nga prilli, fundi i prillit, fillimi i majit. Unë shfrytëzoj rastin që t'ju bëj thirrje gjithë qytetarëve nëpërmjet jush që të bëhen pjesë Aleancës për Shqiptarët, të bëhen pjesë e konzistencës e maturisë politike dhe një subjekti politik i cili çdo herë ka ditë sjellë vendime të cilat janë në të mirë të asaj që përfaqëson në kauzat e veta, dhe natyrisht që ne kemi nevojë për përkrahjen e sa më tepër qytetarëve dhe angazhimin direkt në Aleancën për Shqiptarët. Kjo është tema, një ndër temat kryesore që do t'i diskutojmë sot. Natyrisht e zakonshme është edhe një diskutim në lidhje me situatën politike në vend.